Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare kërkon bashkëpunim për çështjen e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi në kuvent që deputetët e mazhorancës të bashkohen për të bërë një deklaratë përbashkët në emër të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Në fjalën e saj në kuvent, Zhupa tha se kanë ndjekur dhe prononcimet e deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike në lidhje me protestën e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, tha se beson që dhe opozita do të mbështesë ligjin për arsim të lartë. Janevska tha se janë në komunikim dhe me deputetët në kuvent. Nga kjo mbledhje mund të shihni se ka mbështetje të ligjit, sepse këtu janë të pranishëm jo njerëz të politikës, po njerëz nga sfera akademike që e kanë me rëndësi prosperitetin e këtij vendi. Në arsim, në akademi nuk ka politikë, respektivisht deri tani ka pasur dhe për këtë gjendemi në këtë nivel të arsimit në të gjithë nivelet, ndërsa tani ne ofrojmë model të ri, model që thotë se kjo është më me rëndësi se gjithçka tjetër, të rinjt të ri në vend, tha ministri i Arsimit e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Arsimit e Shqipërisë Mirela Kumbaro përshëndeti finalen e edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe dhe falenderoi gjithë nxënësit, mësuesit dhe prindit për përkushtimin, angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë eveniment. Një lidhje e bukur, jo më larg se nesër ne fillojmë edhe episodin tjetër, maratonën tjetër të Olimpiadës së përbashkët për gjuhën shqipe Shqipëri-Kosovë, si një zinxhir që ka filluar dhe vijon edhe nuk do me ditë fare për kufit mes nesh, sepse ne na lidh gjua, kombi dhe gjaku. Finali i edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe u përshëndet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës i Kosovës, Hajrullah Çeku. Kombi shqiptar për ditë më shumë po integrohet shpirtërisht dhe kulturalisht. Rëndësia e këtij konkursi sot qëndron jo vetëm në vlerësimin e njohurive dhe aftësive të nxënësve në gjuhën shqipe, por edhe në kontributin e tij për forcimin e identitetit kombëtar dhe kultivimin e një brezi të ri të përkushtuar ndaj trashëgimisë së tyre kulturore. Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë memorandumin për mbrojtjen e lumit Drim. Marrëveshja nënshkrua nga ministria Floriana Pacolli Dalipi dhe ministri Sofjan Jaupaj me synim mbrojtje dhe përmirësimin e cilësisë së ujrave, parandalimin e ndotjes ndërkufitare dhe ruajtjen e ekosistemeve dhe biodiversitetit. Bashkëpunimi do të përfshijë shkëmbimin e të dhënave, ekspertizës teknike dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale, njofton zyra për informim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.